Kjo është një thirrje për të gjithë ata që tentojnë të pengojnë reformën e drejtësisë dhe vettingun, që të mos vazhdojnë ta bëjnë, sepse është kundër qytetarëve shqiptarë. Është thirrje e drejtë për drejtë që ata që kanë tentuar dhe tentojnë të pengojnë reformën e drejtësisë, automatikisht vendosen kundër interesave të qytetarëve. Dhe dua t'i kujtoj qytetarëve që është kjo majorancë, është kjo qeveri që ka inicuar dhe po mbështet me të gjitha instrumentat implementimin e reformës në drejtësi. Kështu deklaronte ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ka mbështymin atë ka qenë dhe ministër i financave dhe ekonomisë, për sa i përket reformës në drejtësi, një reformë e cila duket se sot e ka goditur atë, e ka goditur shumë rënd. Përse deklaronte kështu Ahmetaj në atë kohë? E kishte menduar që do vinte një ditë do përballej kaq rënd, ndoshta me këto akuza, sepse ajo çfarë i deklaronte, praktikisht prodhoi spakun, prodhoi gjykohon, dhe sot akuzohet rënd, të paktën ne çfarë diskutuan për veprat penale. Jo, për një gjë, se në atë deklarat, vetë Ahmetaj thoshte duhet luftu korrupsionin se po na pengon në zyrtarët e lartë. Po, askush mos ta pengoj, mos guxoj ta pengoj. Mos ta pengoj dhe ky vetë nuk e dinte që armiku ishte vetë. Pra, ku ta dija unë, tha që armiku isha unë. Kjo ka ndodhur dhe më përpara. Tashi, për sa i përket reformës në drejtësi, ne kemi detyrimin, duke qenë se e duam vendin tonë dhe themi atë që është realitet, reforma në drejtësi ka dështuar totalisht. Me sukses. Në mënyrë spektakolare. Sepse drejtësia që t'i ofrohet sot qytetarëve shqiptar nuk ka më drejtësi, drejtësia ka marru. Dhe i vetmi vend që sot mbahet drejtësia është Spaku. Sepse Spaku është gjë tjetër, ka qenë një nga synimet e reformës në drejtësi, ka qenë kjo që tha Ben Ahmetaj vetë, lufta ndaj korrupsionit. E tha vetaj. Lufta duhet luftohet, por në propagandën që ka bërë Fondacioni Soros, që është tashmë edhe në YouTube dhe në është projekt, jo propagandë. Dhe është projekt i tyre. Është projekti i tyre, fillimisht bëri propagandën, hodhi balt mbi sistemin gjyqësor. Në faqen e tyre është lançuar reforma. Në faqen e tyre është lançuar dhe në fund fare tha që shqiptarët do kenë akses, do kenë drejtësia do bëhet kohë dhe janë investuar me miliona e miliona dollar. Për ta prishur. Për ta prishur. Tani çka ka ngel? Një pjesë e ndërkombëtarëve janë pjesë e këtij fondacioni. Ose janë sponsorizuar në mënyrë indirekte, bile po të hysh dhe ndërkombëtarëve, dalin si punën e Ahmetaj që ka marrë lekët nga një person tjetër. Pra po ti verifikosh nga kanë marrë, burimet e tyre janë nga parat e Fondacionit Soros. Dhe kur verifikohen arritjet e reformës në drejtësi, shmanget qëllimi kryesor që ti afrohet drejtësi qytetarëve dhe kalohet e Spaku. Cënohet Spaku, cënohet njeni 242, po kemi parasysh debatet e fundit për njeni 242 i kodit procedurës penale, por nuk është bërë ndryshimi kryesor. Zhdukja e njërit 28 shtata për të penduar të drejtësisë, kjo s'doli me asnjë vend. Këta kishin hall tjetër, kishin hallin e pezullimit që për mua është debat koti. Nuk është. Pra Bashkimi Evropian duhet të kishte debatet lidhe me njërin 28 shfuqizimin e dënimit për të penduarit e drejtësisë. Kjo s'doli. Pra bashkëpunëtorët e drejtësisë. Ajo është synimi i bazës, le të themi, thelbësore mbi të cilën Spaku ndërton. Ajo ka marrë një goditje dhe kjo s'doli. Pse s'doli? Është dyshim që ndoshta pa e paragjykuar ndonjë nga ndërkombëtarët është pjesë e kësaj loje. Edhe e shmang qëllimisht problemin kryesor. Shmang shfuqizimin e 28 shtata, shmang që shqiptarët janë pa drejtësi, shmang vrasjen e gjyqtarit te gjykata e apelit, ku gjyqtari u vrap për shkak se gjyqet nuk mbaronin kohë dhe shkon tek korrupsioni. Tani atëre duhet koka. Tek mbrojtja. Duhen koka. Mbrojtja ligjore ndaj tij. Andi duhen koka njerëzish. Atëherë mendoj, mbasi ka ardhur koha të shkruhet libri Kurbani i Zi. I pari ishte Kurbani, ky është Kurbani i Zi.
Pra duhen koka. Po thua për librin e kryeministrit. Libri i parë ishte Kurbani, kurse ky do jetë Kurbani i zi ose Kurbani 2. Pse? Po ndërkombëtarët duhen koka. Kush ta shkruaj? Ta shkruaj prap kryeministri i bie këtë se Kurbani i zi nuk besoj. Besoj se do të ketë autor tjetër. Interesante shumë është ideja e Karanxhës. Libri i parë e dim, Rama ka ekzekutuar edhe në veprime, pra ndërshkimet e oborrit të tij. I ka parashikuar, i ka projektuar dhe i ka ekzekutuar. Unë mendoj që dosja e Timor Ngarkim të Ramës do jetë Kurbani i zi. Sepse aty të mblidhen gjitha këto, edhe këto që kanë rrjedhur deri më tani, po edhe shumë të tjera, dhe ky do të jetë Kurbani i zi i dytë, ku shqiptarët do të lexojnë se si shqiptarët janë bërë kurban nga Kurbanxhiu i parë. Ai them që struktura e posaçme është duke e ndërtuar këtë libër. Kapitujt veçantë janë ministrat, janë trafikantët, janë grupet kriminale, janë kapituj. Tërsa kryo Kurbanxhiu, pra i therrtorës së madhe shqiptare, është kryeministri, dhe unë besoj që struktura e posaçme ka hedhur një numër të konsiderueshëm kapitujsh të këtij libri, që do ta konfirmoj edhe në gjykatë, dhe shqiptarët pastaj ndoshta Bora besoj që edhe Netflixi është mirë të aplikojë ta marrë këtë libër, sepse është i pahasur në gjetjet dhe mënyrën e ekzekutimit të veprimeve të funksionimit të një lloj mafie hibride që është vështirë ta gjesh kund tjetër, e cila ka aksionet kryesore në zyra publike për shkak pikërisht të këtij kontrolli, duke e zhbërë, duke e quajtur formal kryeministrin dhe zyrtar ata që kanë marrë me qira kryeministrin dhe kryeministrin e vendit. Ky jam i bindur që duhet libër 2006, nuk do kalojë 2027, ka material të mjaftueshëm edhe nga ardhët partnerët, ato s'ka engros, ka kryeministra, ka ministra, ka me ballek aty çuditëra në shqip dhe në anglisht, që me një korrektim të mirë, jo të keq përdorur, do të ketë një transparencë të dobishme edhe ligjore, edhe drejtësisë, dhe shqiptarët do të shohin se mëkatarët e kësaj dekade kanë qenë antishqiptarët më të mëdhenj në zyrat që ata i kanë votuar. Pyetje, Çollaku. I besoni ju SPAK-ut, i besoni ju le të themi këtij qëllimi të SPAK-ut kur ju thatë të paktën për zyrën që jetoi dosin e incineratorëve, t'i vënë sa perë ta bëjnë korpusi i paqes. Mund të ketë disa zyra, por kritikat apo qortimet që unë jo pak herë bëj nga strukturës së posaçme. Pafundësisht i bëj dhe unë, nuk i kam pozitiviste. Nuk i kam për shkakun se ata kanë bërë këtë gjë. Por ne, si qytetarë shqiptar rreth parë, por edhe si gazetarë që merrim me ndjekjen e këtyre ngjarjeve, kërkojmë më tepër. Dhe nuk po kërkojmë më tepër për 2 orë, për 2 javë, për 2 muaj, po për 10 vite. Për 5 vite, 6 vite dhe dosje të tilla, 5 vjeçare aty, po bëhen paksi shumë. Dhe brenda tyre janë zyrtarë të lartë, janë njerëz me mandat politik dhe ekzekutiv. Këta individ, edhe të drejtësisë, këta individ konsumojnë pushtet dhe marrin vendime. Dhe duke qenë se janë të inkriminuar, ata u shërbejnë ortakëve, shërbejnë njëri tjetër, nuk u shërbejnë shqiptarëve. Dhe ky investim, pra ky institucion, duhet të marrë mbështetjen dhe duhet ta ketë mbështetjen edhe tonën, edhe të publikut për të arritur marzhin e funksionalitetit, e rezultatit tek fund, se çdo punë matet me rezultat. I vëmë kalemin në fund punës, cili është inventari? Çfarë kemi bërë? Sa para të këtij korrupsioni të madh bashkë me krimin organizuar është sekuestruar dhe është kthyer shqiptarëve, sepse atyre është marrë. Ky rezultat. Raporti 2025 që donte shumë, akoma pas 35 vitesh. Po, është e konfiskuar pra që merr shteti. Se akoma pas 35 vitesh unë nuk shoh një politikan që të jetë rënuar nga sekuestrimet. Vetëm janë majmur nga fshehit dhe nga vjedhja. Ka SPAK në dorë mundësinë ta bëj këtë? Sigurisht, edhe këtu. Bora, edhe këtu, si tha me drejt Karanxha, ashtu si edhe te policia është vullneti, sepse një shumicë të pushtetit, mazhorancës sot, por edhe segmente të tjera të politikës, SPAK-u i ka përballë, nuk i ka në krah. Dhe kjo i merr shumë energji, edhe trysni, edhe presion, duke mos ia bërë, duke mos e lehtësuar, por vështirësuar punën në maksimum. Të vetmit që ata kanë pas aleat që kanë shfryrë presionin e brendshëm kriminal dhe politik, kanë qenë partnerët të cilët kanë dhe punën e tyre, më nuk 2 vite na i bëjnë gjermanët amerikanët punën ne shqiptarëve më. Po ne presim tani të vinë anglo-amerikanët prap.
imperialistët të na rregullojnë punë. Po duhet bëjnë gjë edhe vetë shqiptarët. Shoqëria shqiptare duhet të kthjellohet se nëse ne e lëmë të keqen ta vishet si kustum, nuk na e heqin të huajt. E qartë. Pyetja e fundit përpara se të kaloj tek një tjetër çështje. Karanja, mbyllet kjo historia e incineratorit kështu siç tha me Lefter Kokon, me Alqi Bllakon, ja me këtë dërgimin në gjyq për incineratorin e Elbasanit, apo ka një gjë më të madhe kjo që Spaku po e mban aty poshtë mëngës dhe plasi një kartë të fortë në moment të fundit lojës? Fati që kemi të bëjmë me një fraksion ande tregon që çështja kryesore kemi shumë fraksion. Mendoj që kjo çështje duhet. Dhe në Bruksel morëm vot kundër për Ibarin për këtë arsye. Po. Tani edhe Brukseli tha se dolën prapë te libri Kurbani i Zi. Jo, bashu i bie që na ka bërë kurban gjithëve. Kurbani i Zi ky është dështimi i reformës dhe dështimi diku do shkarkoj. Brenda vathas jemi. Diku do shkarkoj. Dhe për sa i përket çështjet të incineratorëve dhe shumë çështje që janë publike, investimi i parave nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vend do shkarkoj. Pra, paktën U ndërpreu Saidi, Pardi. U ndërpren, pra, u bë kjo ndërhyrje, pati këto pasoja negative, por të paktën është kështu. Dhe këtu është një ganxh vetëm. Kemi diskutuar tjetër. Është vetëm një ganxh, vetëm një kavë. Po u kpu dhe kjo hiku sepse u investuan para çfarë arrite i vrim në ujë. Të paktën, prandaj këtu çështja do ecë, në qoftë çështjet e incenatorëve, qoftë çështja e Duranës që kullosin lopët, qoftë tek çështje. Pra, shumë çështje të kemi trajtuar këtë si çështje, në fakt po mendoj ta trajtojmë një ditë të çështjen e Duranës ta kuptojmë çfarë është në vetvete, po t'ia thjeshtojmë shoqënia dhëndër, shoqënia e ekonomisë qytetarëve, jo sepse nuk e kam trajtuar realisht, domethënë e kam futur shkurtimisht të gjë. Duranës është një zonë e lirë ekonomike ku do ishin qendra të ndryshme dhe të lehtësuara nga pagesat fiskale që do kishte impakt pozitiv, se do kishte punësim, do kishte vetë punësim, vetë qarkullim, pra nuk do rëndojë buxhetin e shtetit, përkundazi duke lvizur kontribut ndryshe në ekonomi. Me kontribut ndryshe, ndërkohë që aty konstatojmë që kullosin lopët. Ajo vendi Duranës. Në vazhgull. Por kullosin mbi buxhet. Kullosin lopët dhe kullosin dhe fizikisht thot Karanja, po kullosin dhe kështu kam përshtypjen. Lopët e tjera janë në Tiranë, po lopët fizikisht, me ato që lopët e buxhetit janë në Tiranë, ata të barit janë atje mbas. Lopët që janë bardhë më pëlqeu se ishin i ditën një 3-4 lopë që po bonin xhiro rrodu tek parku Durana. Të matrikulluara mbas. Po ishin me matrikullë, kishin vesh, po e pash edhe këtë se ishte e madhe matrikulla.